16 shtatori, shumë shpejt do të vije. Një vendim cilin po e pret jo veç Partia Demokratike e Kosovës, po e pret e gjithë Kosova sa i përket ish-krerëve të UÇK-s, cilat janë pritjet, shpresat më konkretisht sa i përket këtij vendimi. Pikësparë 16 shtatori është një datë shumë e rëndësishme për mbarë shqiptarët, jo veç për kosovarët. Sepse verdikti që ata janë pafajshëm, e urojmë që ai ka me qenë, e paraqet një fitore të madhe për kombin shqiptar, edhe për kauzën, për liri dhe për çlirim. Kështu që uroj përtej natyrisht ndjesisë që e kemi si Parti Demokratike, për shkak se disa prej tyre kanë qenë edhe udhëhec të subjektit tonë, po në përgjithësi për të gjithë urojmë që të lirohen, për shkak se në nivel të vendit, si shtet, jemi në një pozitë shumë palakmueshme. Këtë qeverisja e vendit, kriza politike që ja ka shkaktu vendit Kurti, e ka pru Kosovën në një vend që nuk e kemi ëndru që muj me qenë, ndërkombëtarisht me u kontestu gjithçka, me u kontestu kush është Kosova, çlirimi i Kosovës, pse kemi luftu, pse kemi kriju shtetin, dhe verdikti që ata janë pafajshëm, kish pas përveç me dërgu drejtësinë në vend për ata, për familjet e tyre, për sakrificën që e kanë bo për vendin, për gjithë djemtë e vajzat që në fliju për këtë vend, i shkon fitore e madhe për kauzën mbar shqiptare dhe besoj që ju kish dhënë motiv mbar shqiptarëve, po sidomos kosovarëve,